Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Në këtë episod nga jeta jonë, shkojmë bashkë të bëjmë disa ndryshime në luk. Ju përditësojmë bibato dhe zyrën e hekrit. Spulojmë bashkë blerjet e reja për shtëpinë dhe shumë të tjera. Shpresoj t'ju pëlqej. Sot jam me telefon, nuk jam me aparat, se jemi duke ikë me mamin të tregu. Ja ku është mami, hello mami, mëngjes. E ktheva 3 herë telefonin se ishte përqendruar në rrugë. Sot para ditën do e kaloj me mamin, vetëm me mamin, batën e kam lënë me hekrin. I thash mamit për atë ditë të shkojmë se dua të shoh disa pjatanca kështu të bëra handmade edhe tham të bëjmë një xhiro te ai tregu Dinamo ça quhet, nuk e di. Sepse batën na ka thyer disa pjata. Plus edhe transporti nga Prishtina, janë dëmtuar shumë gjëra dhe i kam hedhur. Po më shumë doja disa gjëra për bukuri, për që të bëj content, sesa për dishmëri, domethënë. Dhe kështu që sot po ikim atje. Shohim nëse do gjejmë gjë apo jo. Jemi nis herët, është oratet e gjithë. Por mos është herët se ne jemi çuçëm 6. Bado duke na zgjuar kështu me dhunë. Ndërkohë kam marrë për mëngjes kështu qyrek të vogël me bajame dhe kaq. Le të shpresojmë që të jetë një ditë me fat, se kështu atje është më shumë fat se sa. Hello, sërish, kam kap flokët. E kemi nisur sot mëngjesin nga zyra e hekrit. Më në fund shkova ta shikoj sepse kam filluar ta arredoj, kështu e hapëm sot këtë pjesë të vlogut. Gjithashtu doja t'ju tregoj setin që bleva dje, që shkova tek ai tregu me mamin dhe shkojnë. Nuk e dia duken si që janë në kamerë, por janë shumë të bukura. Janë franceze, sepse janë të gjitha me kod edhe me vull, që tregojnë që kush e di sa kanë kushtuar çmimin, kush i ka pas blerë në fillim, se unë nuk e di dora e dytë do jem ndoshta ose më shumë. Të gjitha këto gjëra që do t'ju tregoj i mora 15.000 lekë të vjetra, se unë flas me të vjetra, ose ndryshe 15 euro, po e përkthej me njëherë në euro, edhe pse euroja tani ka rënë pak. Është kjo pjatanca, shikoj sa e bukur me këtë peshku në relief. Shumë e bukur. Gjithashtu mora këtë pjatancën tjetër. Janë të gjitha me këtë ngjyrën e vrarë të verdhë. Dhe, pra, mora këto 2 pjatancat, filxhanët e kafës, edhe këto pjatat të gjitha me të njëjtat ngjyra. Nuk ishin fare të përdorura, ishin pothuajse të reja, se i kam larë. Edhe i kam lënë kështu që të thahen dhe menjëherë sa po i pash, po shpresoja që mos të kushtonin shumë, se janë disa vende që i kanë rritur shumë çmimet edhe në këto vendet kështu gabi, second hand, thrift, quajeni si të doni. Më kujtua tani një video e një vajze nga Shkodra që thot Nima. E thënë kjo pashë shumë gjëra të tjera, qypa shumë bukur, vazo shumë të bukura, sete japoneze, piktura, çdo gjë shumë të bukura, pavarësisht se kur i thash i kanë rritur pak çmimet se pikturat ishin diku tek 100 euro, vazot ishin 30, 40, këto setet japoneze ishin 45, 50, por ishin realisht shumë të bukura. Por fundja, ku t'i qojmë, ne jemi akoma në shtëpi me qëra, më thoni ju. Edhe pse jemi duke munduar ta sistemojmë këtë shtëpim, por kjo shtëpia që jemi aktualisht ka diçka, ka hapësirë, po të njëjtën kohë, sa vendos një element të ri, sikur mbytet kjo hapësira, sepse sipërfaqja është e madhe e shtëpisë, po ka një korridor tip labirinti, që nuk e ka kuptuar asnjëherë cili ka qenë arkitekti që e ka bërë këtë gjë, por whatever. Domethënë e kam bërë ndarjen e kësaj shtëpie skandaloze, nëse. Po zonë sa të bukura. Nuk e di, më pëlqejnë shumë këto dhe jam shumë happy që e mbylla dealin vetëm me 15 euro. Si isha kështu dhe fillova me njëherë kështu ma e kaq, po ja aq, po jo kështu, jo ashtu. Kam dëshirë të shkoj edhe ndonjëherë tjetër, të marr ndonjë gjë të veçantë. Më shumë ka pëlqyer shumë kjo piktura, po ja u vendos këtu. Kjo ishte e thurur, por që kishte një kornizë aq të trash, aq të rëndë, kush e di vetëm korniza sa kushtonte. Por këtë herë thash jo, ndoshta një herë tjetër.
Siç e pat pra, Hekri ka vazhduar të kaloj tek zyra, kështu që së shpejti do lirojmë edhe këtë dhomën e vogël që është teorikisht dhoma e Batos, dhe unë dua ta shndroj në dhomë loje. Ky është Bato që po han, sepse Bato më shumë flen akoma tek ne, tek dhoma jonë, dhe nuk e di, më duket akoma shumë i vogël për ta kaluar këtej, sepse zgjohet natën akoma, fatkeqësisht, nuk e di se e keni bërë ju, po ky Batolino na zgjohet sërish natën, pin akoma natën çdo 3 orë dhe pavarësisht se han ditën, pavarësisht se i fus biskotën në qumësht e të gjitha gjërat që i bëj, ky prap qohet. Nuk e di derisa do vazhdoj. Ka vetëm 2 kica këto të poshtme, pavarësisht se tashmë është 14 muajsh. Të tjera nuk ka. Kështu sollic han si të jetë i rritur tashmë, përveç se gjërave shumë forta që nuk i jap, por kryesisht gjëra që hajmë ne, han dhe ai, siç mund ta keni vënë re edhe nga videot e tjera, por kica kemi vetëm 2. Vazhdojmë të zgjohemi akoma natën, flem akoma me prindrit, kështu që kjo është situation. Mirë, po kthehem pak që ta ndihmoj pak Baton që të ha, se ka një sup pule dhe kur vjen puna tek këto të lëngshmet, akoma nuk kam mësuar siç duhet lugën, kështu që ikëm.
I kam pre flokët me këto të krefmen si vitet 90. Më duket vetja fiksi ato filmat, se mos e veshur kështu. Parukeri ishte shumë detajist, ka ngelur kështu, nuk e di një orë, vetëm që të më nxirrte të gjitha këndet e mundura të drejta. Ja kërkova prerjen këtu tek pjesa e mjekrës, mi ka bërë pak më të shkurtra. Por, okej, besoj që mbas na 2 javësh do duken shumë më bukur, sepse do rritem pak edhe floku do jetë më nice. Gjithashtu edhe mi ka holluar pak se më tha që kam shumë flok. Faktikisht që kur Batu nuk pinë më gji, sikur më janë trashur shumë edhe më janë shtuar shumë. Gjëja pozitive është që Batu fjeti gjatë gjithë kohës, deri para 5 minutash, domethënë, dhe kjo më ndihmoi shumë. Tani jam duke ikur të takoj Voltidën sepse kemi bërë një date me fëmijët, edhe ne të dyja, do shkojmë tek qendra ETC. Sa po hym këtu tek Play Lab, tek ETC-ja, Batu filloi të qaj me të madhe se më duket ju kujtua që erdhja. Sa po u futëm këtu te kjo Play Labi, u friksua shumë dhe më duket se ju kujtua që erdhja dhe aty ju kuptova se sa eksperiencë të keqe ka pasur Bato, eksperiencën e parë. Tani ky Play Labi që e kam parë në social media dhe duket ambienti shumë i madh, shumë wow, por realisht ishte i vogël dhe them drejtën nuk është se më la shumë përshtypje. Nuk e di, ndonjëherë reklamat i nxjerrin pak më të bukura vendet, po Bato tani do ikim. Mirë, pra, të dalësh me 3 fëmijë ka qenë sfidë në vete, apo jo? Ndërsa këto flokët e mia e humbën fare modelin, s'di që ç'a ndodhi, po do e shohim shpi këtë muhabet. Ja kaluam shumë mirë, aq nga 5 minuta, pjesën tjetër kemi që duke luftuar me fëmijët. Tani Nara po flen, po fiks. Ka qenë kështu nota 10 me yll. Nara po flen, Batën e zuri gjumi, tani kemi vetëm Amadin që po rrin këtu me ne, po na shoqëron. Edhe po hap. Okej. Nuk kam xhiruar disa ditë. Na 10 ditë. Why? Sepse kam qenë pak e zënë në editimin e vlogjeve që kam postuar deri tani dhe ju falenderoj për gjithë suportin dhe mesazhet. Vazhdoni të komentoni dhe vazhdoni të na suportoni, sepse në këtë mënyrë videot tona kanë më shumë vizibilitet dhe nuk na bën shadow ban YouTube-i me që kam bërë atë pauzën. Këto janë flokët e reja, janë rritur pak shqyr sepse prerja që më bën nuk është se më pëlqeu shumë, jam mësuar keq në Kosovë. I kam larë faktikisht para 2 ditësh dhe mirë, përgjithsisht rrin shumë mirë. Kam filluar të më shkojnë dhe të kuptoj edhe unë se si duhet ti editoj. Jam dhomën e Batos, tashmë kjo është bërë dhoma e Batos dhe do ikim më në fund të rregulloj vetullat se shife gjendja shumë e keqe. Do ikim tek Elas Glam që kam qenë gjithmonë para se t'i jam Krishtinë. Po 2 vite që nuk rregulloj vetullat dhe është një situatë shumë e keqe. Nuk e kam bërë sepse kur je shtatzan dhe kur je me gjithë dhënien nuk mund të bësh brow lamination, se ndërkohë po ngrihem se jam e ulur në gjunjë. Gjithashtu doja t'ju tregoja këtë bluzën e re që bleva tek Zara. Çfarë më pëlqeu, ja po largohem pak. Çfarë më pëlqeu është që ka një zinxhir këtu dhe kur ke xhinse ose funde me brez të lartë mund ta hapësh pak edhe ta lësh pak hapur dhe nuk ngushtohet shumë te kjo pjesa. Ka dhe këtë pjesën pak më të vendosur kështu dhe mëngët janë pak më të gjëra dhe të gjata që më pëlqen shumë. Kam marrë këtë ngjyrën, kam marrë dhe një ngjyrë pak më të errët, jo të zetë, do t'ja tregoj një herë tjetër. Dhe kaq më duken shumë të lezetshme për t'i kombinuar me gjëra të ndryshme, për t'i veshur në punë,
Për ditëshmërinë, unë vesh shumë këto bluzat bazike, se më duket sikur kombinohen me të gjitha. Kam vendosur pastaj këto hupsat dhe këto këtu. Dhe do vendosim dhe disa unaza. Unë nuk para vë shpesh, po kur i vë. Vendos këtë kështu, këtë këtu, edhe këtë këtu. Këtë ma ka dhuruar motra Hekrit, e vogla, konata ime e vogël, për kur jam martuar. Këtë e ka marrë së fundmi dhe këtë ma ka dhuruar mami. Dhe i kombinoj kështu. Dhe ja, i kim tani baton e ka vënë karrotë dhe e ka zënë gjumi. Sot është hera e parë që do dalë vetëm me të në makinë. Kam edhe njëri tjetër, por sot do bëj një rrugë pak më të gjatë dhe moroni fat se nuk e di si do shkoj. Bato, hajde Bato! Do në hajde? Jo, se vetëm mos ta mërzisi... Okej, a do rrini këtu zemër? Jo, për mua rrini, vetëm mos mërzisi ty. Unë kam problem se do futet këtu dhe nga pishë së është edhe këshu. Këndaj, hajde. Hajde Bato! Hajde mama, hajde. Sa dritë pas ka sot dhe shkynë sa bukur ndollën vetullat. Ua, më kishte marrë shumë malli se ka fik fare makinën. Doli Hekri dhe mori Baton sepse sot jam punë në orën 1. Gjithashtu mami vjen rreth orës 3. Ka shumë reflektim dritash nga dielli, por thjesht doja t'ju tregoja se sa bukur më kanë dalë vetullat, si mendoni. Këtu kam një pucër të vogël dhe sot sa bukur, më pëlqejnë shumë. Më në fund dola ndritë se isha bërë më 2 vite, plot 2 vite. Do kalën tek telefonin sepse kam harruar të marr baterit me vete dhe më saktë ishin baterit tek backpacku, tek çanta e Batos dhe ja dhash Hekrit. Siç po thoja, gjë më e bukur ishte që si unë si Ela kishim marrë djemt. Ela ka një djalë 9 muaj që quhet Kenzo, shumë i mirë, shumë bukurosh, shumë i dashur dhe unë kisha Baton, luajtëm pak fare, pastaj secili në ato, le ta themi në gjuhën, secili në tripat e vet, siç do thonin në Prishtinë, pa secili ishte duke marrë me gjërat e veta, por ishte gjë shumë e bukur se sa shumë gjëra kishin ndryshuar në 2 vite dhe ishte pak sikur bëj ato reunionet e universitetit ose ato të gjimnazit, më sa kur rikthehesh edhe shikon se si kanë ndryshuar gjërat, edhe një herë një wow për vetullat e mia. Tani do ikim punë se ka ora.